pra të dashur miqja, ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Do të flasim pak për çiftin më të dashur tuajin, për Luizelin dhe Kiara Titon. Në fakt unë ju kam premtuar që pranë jush do të sjell çdo lëvizje të tyre, hap pas hapi, ashtu siç në fakt unë i kam ndjekur për 3 vite me radhë. 24 dhjetori, përpos që simbolizon festën e Krishtlindjeve, një festë madhore, një festë e bukur, një festë ëngjëllore në fakt për besimtarët katolik, simbolizon edhe ditën e bukur të njohjes që ka bërë Luizeli dhe Kiara Tito. 24 dhjetori është nata e parë ku Big Brother VIP Albania 2 hapi dyert. Hapi dyert e asaj shtëpie ku në fakt u njohën dy zemra. Dy zemra që dhuruan dashuri, që dhuruan pozitivitet, që na dhanë lot, që na dhuruan momente romancash të pafundme, që na dhuruan dashuri që nuk diskutohet në fakt që ne do ta ndjenim. Luizeli dhe Kiara Tito ditën e djeshme bën 3 vite. Sot në fakt do të bëjnë 3 vite duke ndarë ato shakat e para, nëse ju kujtohet, ka patur një shtëpi veças në Big Brother ku Kiara dhe Luizi shkonin, bisedonin me banorët që ishin aty. Le të themi një camping ka patur. Dhe Luizi dhe Kiara ndanin këto shakat dhe mbaj mend Luizi atëherë i pati thënë Kiarës që unë do të jem djali që ty do ta marr zemrën. Dhe realisht Luizi ja mori zemrën Kiara Titos. Por Kiara gjithmonë është e veçantë në fakt në gjëra që po bën. Për 3 vite çifti kaloi shumë rrugtim të vështirë, përpos rrugtimit të lumtur, dashurisë së tyre, ardhje në jetë të lunës, gjërat e bukura në fakt që u ndodhen në jetë. Luizi u përball edhe me vështirësi që vetëm një karakter si Luizeli dhe një natyrë si Luizeli që është i palëkundur, që është i palëshuar dhe që ka një ego jashtëzakonisht të bukur, unë do ta quaj ego të bukur, mundeshte që ta përballonte. Luizeli domethënë përballoi sfida të mëdha, përballoi një luftë që u hap në momentin kur ai doli nga shtëpia e Big Brotherit, sepse normalisht kishte njerëz që në fakt ne shqiptarët ashtu jemi. Ne nuk ta duam suksesin edhe pik. Dhe Luizeli ishte personazhi që më së shumti u godit për suksesin e tij dhe për arritjen e tij. 3 vite kanë qenë plot të mbushura me surpriza, përpos që dhurata më e veçantë dhe më e bukur e Luizit dhe Kiarës është luna. Tani unë e di që pyetja e këtyre zonjave të mia të nderuara është se kur do të vi djali në jetë, kur do të vi fëmia i dytë. Mendoj që çifti është në momentin e tyre më të bukur të jetës për të bërë fëmijë, por siç duket, artistët shqiptar apo një familje artistësh në këtë rast, ka përzgjedhur që t'i përkushtohet suksesit, ka përzgjedhur që t'i përkushtohet dashurisë së madhe për të sjellë gjëra të bukura, për të sjellë art, për të sjellë surpriza siç ditën na sill Luizi dhe Kiara, që domethënë që do ta kemi Kiarën tash në klubin e fansave, do ta kemi Luizin me këngë, nuk diskutohet, por do ta kemi edhe në filmin e tyre që do të vi së shpejti në shkurt. Por Luizi këtë 3 vjetore ka festuar në Shkodër, domethënë ato ditën e djeshme dhe natën e mbrëmshme në këtë rast kanë vendosur që Krishtlindjet t'i kalojnë në Shkodër, domethënë darkën e Krishtlindjeve e kanë ngrënë në Shkodër së bashku me nënën e tyre, zonjën Anxhelinë, e cila udhtoi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikërisht për këtë festë kaq të bukur dhe çifti rezulton vetëm me dashuri, rezulton vetëm me pozitivitet dhe vetëm me gjëra të bukura. Në fakt dua të marr mendimin tuaj, si e vazhdoni ju ta komentoni Luizin edhe Kiarën, mbajnë piedestalin si çift?